Falenderit shumë që i learë sot këtë ditë lume mes javës, gjithë ju. Falenderit shumë. E di që kena mujtë më konë edhe ma shumë, edhe ma masiv, edhe ma të bashkun, por deri këtu në këtë ditë edhe këja është bo bashkë. Jemi bo bashkë në dalimet tona, por qëllimin e njëjtë. Ne kemi kultivu vlerën më të madhe të demokracisë, që është dalimin e mendime, dalimin e qasje, dalimin e debat, dalimin pamje, sepse Zotin e ka falë ndryshe, po gjithë jemi njerëz. Edhe demokracia e ka këtë qëllim. Por, qëllimi i përbashkët e gjithë neve, veçanti këtij procesi zgjedhor është rikthimi i LDK-s si fuqi politike në institucionet Republikës dhe mblejonin këtë rast dhe me këtë qëllim të falenderoj, t'jem mirënjohës dhe të dëshiroj rikthim në Gjilan bartës së listës dhe presidencës së 6 Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sadriu. Tani, jo formalisht, mirësejarë Vjosë në Gilan, Vjosa edhe prindoni binakat i kanë Gilanit, kështu që mirë se ne ardhen këtu, dhe mirë se ardhë kryetar, mirë se këthy kryetar i LDK-s, kandidat për kryeministër. Kësa here se bebi këtyre zgjedhjeve dhe arsye madhore është që disa funksionar të paralizum politikisht dhe të pangopur nuk pranuan të bojnë nominim për president. Eskivuan nxjerrën emra prej Mangos Këmishës, në mëngjes e natën vonë, iniciativa e presion për vetëm arsye që në asnjë mënyrë LDK-ja ta jep një mundësi që të ketë president Republika, që presidenti i Shtetit Republikës të jetë Vjosa Osmani Sadriu dhe që vendi të del nga kjo grup politike, del nga ky ter politik dhe të kthehet normalitetit. Jemi bashku sot në sheshin Recep Molla dhe Nuhi Berisha. Dhe sot, sa dion, do të përfundon kodrën e trimeve në Prishtinë. Kodra e trimeve është e vënë sipas sakrificës dhe mënyrës se si janë fliju Recep Molla dhe Nuhi Berisha. Nuk është sinonim, po është emri i tyre. Dhe ne duhet sot të sakrifikojmë mënyrën dhe në mënyrën se si jetohet, në mënyrën se si punohet, në mënyrën se si duhet atë dheu dhe vendi, dhe vetëm dashnia ka me shpëtu këtë vend. Vetëm dashnia që jep Gjilani, që jep LDK-ja, ka me shpëtu edhe Republikën e Kosovës, sepse ne duam atë në emën të sakrificës gjeneratave, të kryengricëve dhe gjithë familjeve të mëdha që kanë nda shtëpit, kanë nda moxhën, kanë nda djemtë dhe vajzat e veta, dhe ne me rezistencë dhe me kryengritje sot e gëzojmë këtë ditë të bardhë. Të dashur bashkëdhetarë, ne që jetojmë të çdo ditë e kemi një rregull në cilën jemi falenderues për gjithë ata që kanë punu dhe për të gjithë ata që japin kontribut. Por jemi qyteti më i madh me numër të mërgimtarëve. Sot familja ime dhe mira familje Gjilan dhe Ana Morabës janë në 60 vjetorin e emigrimit të parë. Ne po pleq, ne po plakemi, po gurbeti mërgimtari është ai i cili vazhdon ta don vendin. Nuk po dëgjojmë fjalë të mira për ta, po ne si LDK jemi binomi pa ndam dhe i duam ata me këtë kontributin dhe jemi falenderues së mirënjohës. Me këtë rast, falenderoj shumë, po i shoh grupin e veteranëve të aktivistëve të LDK-s prej sa Maliqit nën Kryedar,
nga një Demi, e deri te Xhaviti, i cili sot ka rrinë për Zhenevës, dhe shumë bashkëdhëtar që në ardhur me ndihmu Kosovën, me dhonë dashni Kosovës dhe vendin vetë. E dashura Presidente e 6 të Republikës, funksionarët politikë që të penguan të nominohesh e kanë bën një të mirë. Je kthyte qytetarët për kërku besimin e tyre. Dhe me këtë them, është kthyer edhe LDK-ja e bashkuar për të kërku besimin për një kryeministër i cili punon ndryshe, sillet ndryshe, planifikon ndryshe, menaxhon ndryshe dhe mban fjalët. Unë kam pas kënaqësinë që këto 5 vite të punoj çdo ditë. Shpesh herë 24 orë. E di sa është agresiv në menaxhim brenda zyrës, e di sa është kërkues jashtë zyrës, edhe di sa është i pranueshëm të njerëzit. Qëllimin nuk e bojmë kompromis. Gjithçka tjetër është e mundshme dhe vota juaj duhet me pikë. Duhet me pikë për LDK-n, sepse ju jeni ata që jepni këtë fuqi dhe këtë rëndësi. Fjala ime e fundit para se të kem derën të ftoj 2 forcët kryesorë dhe 2 palët kryesorë të i procesi politik është kjo. Gjilani në shekullin e kaluar e ka fillu dhe e ka përfundu me disa emra të mëdhaj kryengritjen për liri dhe kryengritjen për pavarësitë shqiptarëve. Idris Seferi ka shkaktu procese, ka pavarësu, por nuk është realizu dëshira dhe aspirata jonë. është vazhdu me Mulla Idris Gjilani, të cilës bashkë bojleruje në qytetin tonë lirisë Kosovës. Dhe është përfundu me Hakim Ramadanin, i cili në kryengritjen e fundit bashkoi gjithë shqiptarët për liri, për pavarësi dhe për republikë. Edhe ata janë bashku ndallime, edhe ata i ka bashku qëllimi. Qëllimi i joni për bashkët është amanet i tyre. Ne në emër të LDK-s që ftojmë që të bashkoni kudo që jeni, në fshat, në lagje, në qytet, duni njëri tjetrin, respektoni njëri tjetrin, mos pranoni të ofendoni, mos pranoni të merrni pjesë në garën e pështymes. Nuk na dëmtojnë, për ne bashkëpunimi është vlerë, nuk është dobësi. Për ne dashnia për Republikën është më e madhe se urrëtia e tyre për ne. Për ne angazhimi është mision. Për ne politika është detyrë. Për ne politika është fjalë e mbajtur për cilën ne do të bëjmë edhe më shumë bashkë edhe më shumë nesër. Pse jemi këtë shesh plot bashkuar sot? Sepse ne nuk kemi më shumë vend Gjilan. Sheshi Gjilanit është bloku tash është 6 vite. Gjilani nuk ka stadium, Gjilani nuk ka autostradë, Gjilani nuk ka ma as ndërtesë komunës, Gjilani nuk ka rrugë infrastrukturore. Jemi metën në këtë grupë politike për inati, sepse jemi qytet që kem projekte, kem pas buxhet, kem pas qëllim, kem pas programim, por u ndaluam, u përjashtuam dhe u larguam nga të drejtat tona që të realizojnë këto programe. Mos lejo që të përjashtohesh, refuzo të jesh i përjashtuar, mos prano të jetosh me asgjë, mos pranoni sepse ai buxhet është i Republikës Kosovës, është i juaj, nuk i takon askujt, asnjëherë me bosh përndarje sipas shefeve edhe dëshirave. Ajo që është e jonja, ose ka më prungilan, ose gjallë, lapjan nuk kemi lanë me hi. Asë në Radivojt, asë të dhe vejbar. Ne kemi mri qëllimin tonë politik. Faleminderit shumë. Tani, ata qytetarë si ne, si ju, si ata që sot nga përqelin live, ose që kanë me dëgju për juve, le ta din. Unë këtu kam taku shumë bashkë veprimtar, bashkë qytetar. Përndoj një histori të vogël me ju. Kone luftës, si burgosën i luftës,
kom kalun në vetëmin të ndome me agenja. A ka jo nuk letë të vëmë vardë, udhëton, kërkon, ka punu shumë, pret, me po Republikën dhe me lanë nipave, stërnipave, ashtu që ka dashtë. A dini pse kemi mbetu në luftës? Kemi besu se ne jemi në burg të vogël, populli populli i Kosovës është në burgun e madh. Ne kemi qenë lehtësuar sepse kemi ditë që populli jashtë ka qenë burgun e madh. Sot ata po jetojnë në botën e tyre, po populli i Kosovës po jeton në realitetin e vet. Gjilani është i përjashtuar nga investimet, Gjilani është i përjashtuar nga përfaqësimi i kuadrave. Ata i kanë 19 kandidat për numra, por 120.000 banori kanë përjashtuar nga drejta e tyre. Mos prano të jesh i përjashtuar, del voto të dielën, del voto, që t'ja ti kun LDK-s. Dhe të mirën ata me që është e tjera. Të dashë bashkëtarë kërkojnë ndjes për këtë këtë ku, por unë e di që në dalë me zemër, platë dhe me besim, 3 pishomi, 5 pishomi, deri të dielën sigurisht. Tani kom deri që taftoj mikun tim, kryetarin e LDK-s, që ta merë fjallën para jush. Të madhe për lutën tuaj, lutën tonë. Dhe një durakërkitje të madhe për presidentin e 6 dhe 7 Republikës Kosovës, Vjosa Osmani Sabrian. Lejoni që para se të venim këtu, lutës e thash lutë, mos po bjen shi. Tha Ngelana dhe Mero që kisha kena më mledhë tha bashkë për lidhe demokratike të Kosovës. Ja ku jemi këtu, dhe e mlejoni të falenderoj nga zemra për gjithë këtë organizim shkëlqyshëm që keni bërë sot. Ngrohtë, falenderoj për këtë përgjigje monumentale që i pas keni dhënë thirrjes sonë. Ky rrugtim yni i përbashkimit madh përformësohet Gjilanin tuaj në Karakdakun e këngërisëve të maj, të djathtë patriotëve si Idris Seferin, Mullaj Idris Gjilani, e Agim Ramadani, shajat larta, shajat pa arritshme për secilin brez e brezni. Por një motivi përbashkët që t'i japin Gjilanit, Anamoravës, Kosovës e gjithë shqiptarëve vlerën më të madhe njerëzore, pra vetë lirinë. Sot e kemi lirinë, sot e kemi shtetësinë, sot duhet ta bëjmë Kosovën të zhvilluar, stabile e antare në komunitetin Euro-Atlantik, ashtu siç e kemi për mision rrugovist, integrimin e Kosovës në NATO e Bashkimin Evropian. Zonja Zotrin, si lëvizja më e madhe shqiptare që jemi, e kemi për detyrë, kemi për obligime, kemi për mision identitar të shtrojmë dorën e bashkimit me njerëz të Kosovës në momente kritike. Me ata të harruarit e lëm pas dore në mëshirën e fatëve ditore e t'i japim tarme këtij vendi, kësaj republike. Dhe kjo rrugë zbëhet pa ju, këtë rrugë duhet ta bëjmë bashkarisht me ju. Si partës të djathtës, si partës politik të lëvizjes për liri, demokraci e për pavarësi, na takon të gjithëve t'i japim Kosovës rrugën e integrimit, rrugën e zhvillimit, rrugën e prosperitetit. Prandaj, të dashur qytetarë Gjilanit, ndosë se shkuarën e kemi të lavdishme, le të përkujtojmë e nderojmë me çdo veprim tonin politik e jashtë politik, po mbi të gjitha le të përkushtohemi për të ardhmen e domosdoshme që na pret përpara. Dhe teksa po vija këtu në Anamorov, e pash në Lopsh të Podujevës një kryetar komune edhe një ministër i qeverisë e përëroni një farvate, një vatë. Kesh ka mendoj kështu sinqerisht, me qenë ministri jam aty, me bo atë përërim kaq madhor se pun as gjysditores është. Përbes pak është mja marrë shtetsin e mos me thonë të se përfasojmë Republikën e Kosovës asë njënë. E që shtu ja u kalon Gjilanin qash e 7 vite, një autostradë që është nisë në kohën e lidhjes demokratike të Kosovës, po bën 7 vite që e lajnë në Lloç, në Pluhën, as edhe 1 kilometër rrugë të shtrume tash e 70. Është marrë,
E unë t'ju thëmë diçka. Unë t'ju thëmë diçka. Unë t'ju thëmë diçka, më lejoni të zotohemi se Ministri i Rrugëve, i Infrastrukturës e Lidhjes Demokratike të Kosovës, ju që zgëzoni me Orën Gjilan, po s'ka me guxu me dalë zyre pa dalë në kantierin e punës të autostradës të Anamoravës. Një vjet e gjysmë mi jep një kohë për këtë autostradë, le ta bëjmë shembull ndërtimit rrugor. Nuk guxojnë ministrat tanë me usill në rrjetet sociale, me u shoh vendu të tjerë, kanë me dalë në punë dhe vetëm punë secilën ditë edhe natë, po ka nevojë dhe reflektora që kjo autostradë përfundoj për Anamoravën, sepse duhet ta lidhim dheun e barë, Kamenicën, Gjilanin, deri në autostradat e mëdha të Republikës Kosovës. Mjaft e kemi lënë anash Anamoravën tash e një çerek shekulli. Dhe di që vinë ju premtojnë stadiume sa kanë por zgjedhje, por si kanë bërë asnjëherë. Do ta përfundojmë ne stadiumin e Mir Gjilanit, ju bëjeni futbollin siç e keni bërë për herë. E desa ne e bëjmë zhvillimin ekonomik për këtë anë Anamorav, për rrugë, stadiume, për nozën e Gjilanit e për ujin e Prishëm. Vjosa Osmani do ta bëjë Kosovën antare të NATO-s. Le ta ftojmë me dorë turkitit e juaja para se ta vjesh shiu i madh. Vjosa Osmani për një fjalë rasti. Gjilani zemrës, është deri veçantë që t'jem këtu në mesin e Gjilanit të njerëzve që i dhanë aq shumë këtij vendi, Gjilanit që gjithmonë arriti gjithçka me punë e me mund. Para se të vazhdoj me fjalimin, dua t'ja uroj ditëlindjen një personit veçantë, jo vetëm për ne, po për gjithë lidhjen demokratike të Kosovës, dhe besoj për gjithë ju në Gjilan e për gjithë Kosovën. Uk Ibrahim Rugova sot dhe feston ditëlindjen. Uk, urime Uk. Uk, një minut në skem bashkë me neve. Sa s'ka fillu shiu. Për Ukën, për ditëlindje, kemi një simbol që na kalon amanet Ibrahim Rugova, që ne në president se kemi rujt me vendosmërin më të madhe, e që me ndihmën e juaj kemi me rujt prapë, është Shaja Flamuri Dardan. Urime edhe njëherë për Ukën. Ju si që dini sa herë vim në Gjilan është një ndjenjë që nuk shpjegohet lehtë me fjalë, e ndjen atë në mënyrën se si të shikojnë njerëzit në sy, në mënyrën si të përshëndesin kudo në rrugë, në mënyrën se si gjilanasit apo gilangjit e ruajnë dinjitetin e tyre, edhe e ruajnë këtë dinjitet për kundër faktit që koha kur nuk ka qenë e lehtë për ta. Për gjatë 15 viteve të kaluara e kaloj një pjesë të rëndësishme të vitit këtu në Gjilan, në mesin e njerëzve të mirë të Gjilanit, dhe çdo herë e ndi këtë lidhje të veçantë me këtë qytet dhe me njerëzit e urtë, njerëzit e mirë, njerëzit punëtor. E ky qytet nuk është ndërtuar kur thjesht mbi premtime të mëdha. Është ndërtuar me duart e punës, me sakrificën e përditshme dhe me një durim rrugovist që e kanë vetëm njerëzit e fortë. Dhe pikrisht për këtë, Gjilani nuk është thjesht vetëm një qytet në hartë, është një histori e gjallë e punës, e këmbguljes dhe e dinjitetit. Dhe si kryeqendra e Anamoravës, e zemra e Karadakut, është një hapësirë që ka dhënë aq shumë për historinë tonë, për qëndresën e mbi të gjitha, për identitetin tonë kombëtar. Vendlindja e Idris Seferit, vendlindja e Mulla Idris Gjilanit,
vendlindja e Gim Ramadanit e aq shumë herojnëve e heroinave që dhanë gjithçka për këtë vend, e ne ka ardhur koha të japim gjithçka për Gjilanin. Prandaj Gjilani vërtet është një histori, një sakrificë dhe një krenari për të gjithë ne. Gjilani e ka një mërgat që se ka askush në botë. Mërgatën më të mirë në botë. Një mërgat që e mbajti këtë vend gjallë në kohët më të rënda. Një mërgat që edhe sot sjell përvojë, sjell dije, sjell kulturë pune, sjell investime dhe edhe pse larg fizikisht, kur nuk është larguar nga zemra e këtij qyteti. Prandaj të dashur Gilanas, siç e dini në këto vite të fundit, Gjilani është përballur me shumë premtime që nuk janë realizuar. U tha më herët që është marrë. Për besë nuk ka vend në Kosovën tonë ku atyre duhet t'ju vi më shumë marrë të vinë sësa këtu në Gjilan. Nuk ka. Marrë e turp i pafund. As autostrada, as stadiumi, as sheshet, as një baski nuk e kanë vendos këtu në Gjilan. Ndërsa, Gjilani dhe krejt Anamorava në kohën e tyre janë kthyer në zonën më të anashkaluar, në krejt vendin tonë. Dhe kjo nuk është drejtësi. Kjo nuk është drejtësi për njerëzit punëtor të këtij qyteti. Kjo nuk është një drejtësi për njerëzit e jashtëzakonshëm të Anamoravës. Prandaj si pasojë, shumë familje ende presin zhvillimin, shumë familje ende presin dorën e shtetit. E me qenë se këtu jetojnë edhe shumë bashk qytetarë tanë, shumë shqiptarë, nga Presheva, Medvegja e Bujanoci, ata po ashtu u anashkaluan kur në ligjin për shtetësi, në vend se të miratohej propozimi im që kisha dërguar si presidente, që të kemi nen të veçantë për Preshevën, Medvegjën dhe Bujanocin, u fut nen i veçantë për pasardhësit e kolonizatorëve serbë. Edhe një padrejtësi historike të cilën nuk do ta falim kurrë, sepse domi ndaj vendit do të jetë tepër i madh. Prandaj në këtë realitet, qytetarët tanë çdo ditë e ndijnë mungesën e veprimeve konkrete, e premtimet kanë mbetur vetëm fjalë që juve u apërsërisin sa herë vinë këtu në Gjilan. E ne besojmë në një rrugë e një qasje krejtësisht tjetër. Ne besojmë në punë, sikur se krejt qytetarët e Gjilanit, jo në premtime të pafunda. Besojmë në rezultate e jo në propagandë të tmerrshme, e cila ka për qëllim t'i ndaj vëllezërit e motrat shqiptar mes vete. Ne besojmë në zhvillim real për Gjilanin dhe gjithë Kosovën, e jo në fjalë të mëdha. Ne besojmë në aleancën strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e jo në shkatrimin e saj, e cila Kosovën do ta bëjë të pasigurt. E për dallim prej tyre, ne edhe kemi dëshmuar se do ta bëjmë. Për dallim prej tyre, që hezitojnë dhe nuk dëshirojnë, që partneritetin të ndërtojnë me aleatin ton të lirisë, ne e kemi sjell Kosovën në tavolinat më të rëndësishme të vendimarrjes deri në shtëpinë e bardhë. Ne kemi arritur të marrim garancë nga presidenti amerikan që kufijt e Kosovës me Serbinë janë të paprekshëm. E kemi betonuar këtë garancë. Prandaj sot si rezultati kësaj pune, bashk me policin ton, bashk edhe me policë bit e bijat më të mira këtij kombi, shumë prej cilëve vinë nga Gjilani, po e ruajnë Kosovën atje në veri, bashk me ta janë edhe ushtarët amerikan, tu e ruajt shtetin ton, tu i ruajt fëmijët ton, tu e ruajt paprekshmërinë e kufive ton. E tash ka ardhur koha, ka ardhur besoj edhe për ju, momenti që ju të kërkoni përgjegjësi. Momenti që Gjilani të kërkoj përgjegjësi, të kërkoj punë dhe të kërkoj ndryshim të vërtet. Një ndryshim që do ta
vendos Gjilanin dhe Ana Moravën në qendër të zhvillimit e jo krejt në periferitë të tij. Sepse ka dallim të madh mes atyre që e përdorin Kosovën si skenë për betejë politike të përditshme dhe atyre që e shohin Kosovën si shtëpinë tonë të përbashkët që duhet ndërtuar me durim, me mençuri, me punë e me dinjitet. Sepse ne nuk duam një shtet që thjesht mbijeton nga krizat. Ne nuk duam një shtet që shkon nga zgjedhjet në zgjedhje thjesht sepse disa duan të arsyetojnë mos punën. Ne duam një shtet që ecë përpara. Një Kosovë që çdo ditë ngjitet ka një kat më lart e jo që çdo herë shkon poshtë në podrum. Na e çojmë lart. Prandaj edhe s'flasim kur për podrum, po flasim për aleanca me Amerikën, e flasim për autostrada për Gjilanin dhe ato i realizojmë vërtet e jo veç me premtime. Prandaj me 7 qershor nuk votohet thjesht për një presidencë dhe një qeverisje 4 vjeçare, por ju Gjilanas të dashur e përcaktoni. E përcaktoni drejtimin e shtetit ton të dashur. Votohet nga ju, nga secili prej jush. E doni Kosovën në NATO, apo e doni Kosovën të mjaftuar me një relacion me Mickoskin atje? Këta ju e vendosni. E doni me NATO-n, e doni tu përzin punë të brendshme të Maqedonisë. Këta e vendosni ju, secili prej jush. E vendosni e doni Kosovën bashkimin evropian, apo peng të krizave dhe konflikteve të panevojshme. Po unë e di se ju një shumë mirë si nuse e Gjilanit, që Gjilani kësaj radhe ma nuk ko me falë mos punën. Nuk ko mi falë ata që e shkelën çdo premtim. Apo jo? Ashtu pra. Kësaj radhe Kosova ko me ecë për para, sepse Gjilani ko me vendos që Kosova të ecë për para, jo ma me stagnim, po me zhvillim, jo ma me zhurma e me kriza, por me një qeveri që do të udhëheq Lidhja Demokratike e Kosovës, Ljumir Abdigjiku, për autostradën, për 1 vit e gjys, për stadiumin afat rekord, për Kosovën në NATO, bashkohuni rreth numrit 113 dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Zoti ju bekov Gjilan, i kemi shpresat në ju dhe jam e bindur, Gjilani nuk do të na zgënjej. Faleminderit shumë. E ftoj edhe Jeta Statovcin, e cila po ashtu e ka ditëlindjen sot, nuk e kom pa që ashtu. Hajde Jeta. Dhe kandidatët për deputet. Mojen. Mi prezentu kandidatët e Gjilanit. Me numër 103 Drenush Maloku Bejtullahu. Me numër 102 Jeton Biçkaj nga Kamenica. Me numër 93 Bajrush Shymeri nga Arpana pashtu. Me numër 69 Dr. Besim Guda. Me numër 68 Gendrit Murseli. Me numër 21 Valentina Punjaku Regjepi. Hajde gratë e Gjilanit, ku jeni? Dhe me numrin 5 e dojmë prap Luto në kuven. Lutfi Haziri. Atëherë, në fund e bash Alisa dhe nuk se hot me Gjilan është. Udhës drejt, këtë kandidat janë këtu, faleminderit shumë. Të premtën e mirë, që do që vjen, nëra 8. Natën, na ku shkojmë Gjilan, shkojmë 7. E kena udhën edhe inshallah brina mirë. Nëra 8, zbarkojmë shesin Skënderbej gjithë për ta përmbyllë fushatën me Vjosën, me Luminin. Votoni kandidat më të mirë, Gjilanit i keni të parë, andej
Krejt janë mirë, gjof. Gjilanit dëmë,